Përshëndetje të nderuar shikues, jemi sot prapë me emisionin Ftesë në Librari me profesorin Artan Kacani, i diplomuar në Milano për urbanistik dhe histori. Dhe dua ky emision të paktën me profesorin, do jetë profesor, mirë se erdhe një herë. I kënaqur, jam shumë i kënaqur që ke ardhur dhe kënaqësia është e gjitha imja që ju kam këtu në librari. Dua të ndaj atë që nisa të them dhe për shikuesit. Bisedën me ju, duke qenë një njohës i jashtëzakonshëm i urbanistikës, në përgjithësi po dhe urbanistikës të këtij qyteti që nga themelimi, bisedën me ju duhet ta ndaj në pjesë. Pra dua të flasim një herë për themelimin e këtij qyteti, duke filluar nga Epidamni. Nga Epidamni, pastaj do flisni ju. Por dua të theksoj një gjë që unë edhe në bisedë me ju e kam diskutuar një herë tjetër. Apjani, që është një nga historianët më të mëdhenj të kohës lashtë, thotë mbreti barbar Epidamni themeloi një qytet buzë detit. Pra, dhe duke quajtur Apjani, që ishte romak, barbar Epidamni nuk është as grek dhe as romak, me një logjik të ftohtë. Sepse është njëjta logjikë që është përdorur dhe me Aleksandri, se te glorat e parë olimpike në Greqi nuk e lejuan të marrë pjesë sepse quhej barbar. Atëherë dua tani, kjo është mendimi im, jo mendimi historian, mendimi një njeriu që ka lexuar 5 gjëra lart e poshtë në gjuhë tuaj ose në shqip. Tani dua mendimin tuaj si urbanist dhe si historian. Si qëndron e vërteta e themelimit, sepse ekzistojnë disa hipoteza. Vendbanimi i lashtë i qytetit të Durrësit është një vendbanim i cili ka lëvizur vazhdimisht. Mendohet që në fillimet e veta ka qenë në territoret veriore të qytetit të Durrësit, ajo që ne sot e quajmë zona e Porto Romanes. Mendohet që aty ka qenë edhe, jo mendohet, por gjeografikisht për të folur në aspektin urban është ndër brigjet më të qeta për sa i takon ndalimit të anijeve, duke llogaritur këtu kepe të ndryshme, të cilët mbrojnë nga erat e veriut dhe nga erat e jugut. Pra, një gjysmë gjiri i tillë diku edhe i futur, i vogël, i cili pasqyrojnë mbi detin Adriatik. Kjo ishte ndër brigjet më të sigurta. Nëse ne llogarisim të gjithë Shqipërinë, bregu i vetëm të gjithë Shqipërinë, i cili nuk ka një deltë lumore, është gjiri i Durrësit. Pra, në këtë mesin e të gjithë kësaj urtësire të Adriatikut, gjiri i Durrësit është gjiri, më ta quajmë kështu, më i begat për të ndërtuar një vendbanim. Në ky kundërshtrim civilizimi, banimi, mund të kuptojmë që qyteti, nëse gjithë Shqipëria ka pasur në vërtetin e vet për banim, ai ka qenë me siguri ka qenë në brigjet e qytetit të Durrësit. Pra është në brigjet, mund ta quajmë, ndër më të qeta për sa i takon lëvizjes, ankorimit dhe peshkimit. Nga krau tjetër, kjo reflektohet edhe nga fakti i pranisë rrërës, i pranisë një gjiri shumë të madh të hapur, i cili vazhdimisht ka sedentuar, pra ka mbledhur materiale të ndryshme detale. Duke folur edhe nga ato që quhen në gjuhën popullore, që quhen edhe bathat ose bathat e shënbuqies. Pra janë një produkt i sedimenteve të ndryshme natyrore ndër shekuj, të cilët vazhdimisht kanë marrë atë formë gjeologjike që ne e shohim sot. Në ky kundërshtrim gjeologjik, gjeografik, njëkohësisht kuptojmë që qyteti i Durrësit ka qenë gjithmonë të një interesi përtej shkallës së vet rajonale. Pra, kjo është një vendbanim në këtë vendbanim ku jemi ne sot, ishte një interes jo vetëm për kudo që jetonte në brendësi të Shqipërisë, por për kudo që jetonte edhe jashtë vërtetit të Shqipërisë, duke folur për lidhjet me Sicilinë që nuk kanë munguar, lidhjet me Italinë, apo edhe me Korfuzën e gonshëm. Më fal profesor që të ndërpres.
Unë kam dhe librin tuaj këtu përpara, por pastaj do t'ju pyes për librin. Ideja është ajo që unë, si më thënë, e theksova dhe në fillim të emisionit. Themelimi i qytetit. Pra, këtu themelimi i qytetit është para ardhjes kolonëve grek. Unë ndoshta jam nga ata të paktët partizan, sa ideja që gjithmonë më shumë po merr formë, por si më thënë, vendbanimi ka ekzistuar para ardhjes së kolonëve grek. Këtu jemi dakord? Sepse më intereson mendimi juaj i specializuar, sepse thash. Qyteti i Durrësit, fillim gjithmonë nga gjeologjia, qyteti i Durrësit është një qytet i cili është zhvilluar vazhdimisht në një ulësirë, pra siç tham ka zhvilluar ulësirën e vet, bregun e detit, njëkohësisht për të formuar edhe ekonominë. Nga dokumentet e themelimit, mund ta shohim themelimin si diçka zyrtare, por nuk do të thotë që njerëzimi ka filluar në momentin e themelimit. Ne si themelim njohim dorëshkrimet e asaj periudhe të kulturës helene. Në atë periudhë, ashtu siç ne edhe sot përdorim gërmat latine, të gjithë ne, secili ka gjuhën e tij. Pra nëse unë jap tekstin në gjuhën shqipe, në gërma latine, në italiane, normalisht nuk ka për ta kuptuar. E njëjta gjë ishte edhe në atë kohë para 2500 viteve. Pra, të gjithë ne përdorim gërma helene, por secili kishte gjuhën e tij. Këto gërma ne sot mund t'i gjejmë edhe te kolonat e bulevardit, edhe shumë të tjera. Tash vazhdojmë me zhvillimin urban të fjalën për kolonat që janë afër Gjashkëndësit, soçëm, ke rotondo? Që është tek bulevardi kryesor, Hamamit. Po përballë Hamamit vjetër, tek xhamia e vjetër Fatih. Aty janë po në fund rrugës tregtare. Po, aty janë dy kolona dhe në njërën kolon janë të shkruar në gjuhën me gërma helene, në gjuhën që mund konsideroj autoktone, unike të asaj kohe, sepse nëse do të kërkojmë nga studiues helen të asaj kohe për të shifruar aty gjuhën, atë nuk mund ta bëjmë. Tashmë kuptojmë që potenciali më i madh i qytetit të Durrësit është potenciali në vetvete i ulësirës, i aksesit drejt për drejt në tokën dhe një lagune të madhe, një potenciali të madh ku kishte kafsh, peshk, buaj dhe kemi fjalën për lagunën ku ne i them ku ka qenë një shkënet, zona e Kënetit. Kënet do filloj të quhet duke filluar nga Mesjeta. Po, me venecianët më shumë ato. Po, ndërsa përpara ajo ishte një lagunë. Një lagunë karakterizohet nga gryka hapjesh të qarta dhe mkullimesh daljesh të qarta. Aty ku ishte edhe gryka e Dajlanit, uji hynte sipër nga kanali i Porto Romanes, që zhvillonte hyrja nga sipër, zviste poshtë në atë që quhet sot zona e Shknetës dhe dilte poshtë në ujin e Dajlanit. Pra kemi një xhiro orare, mund ta quajmë kështu, në aspektin e kretave të orës. Nëse ne do të shohim edhe batllat e krijuar, ato që janë batllat e Surrilave, do të kuptojmë që edhe ato fillonin rrugtimin e tyre të qëndisjes së një pas njëshme mbi gjeologjinë bregdetare, duke filluar nga uja i Dajlanit, duke ardhur rreth e përqarut portit, duke vazhduar për nga Surrilat sipër për nga Kalmi. Pra ky korridor i batllat, sistem orar, një sistem kështu si mulli, një mulli që rrotullohet. Një mulli që rrotullohet. Për ta kuptuar më thjesht, një qytetar sot mjafton të shkojë në kepin e Divjakës, në pjesën ekstremit të Divjakës të Rërës, për të kuptuar se si ishulli i Rërës së Divjakës lëviz fluksin e detit në mëngjes, ujërat hynë nga deti, hynë brenda në territor, dhe në pasdite erjat nga uji i brendshëm i territorit e nxjerrin jashtë nga deti. Jo më kot edhe uja sot quhet e Dajlani, sepse ne njohim daljet e ujit. Në gjuhën shqipe ne kemi Dajlanet e Drinit, Dajlanet e Semanit dhe patokut të Lezhës. Sot i ka një Dajlan, pa janë disa Dajlane. Disa Dajlane Gugderne mund t'i quajmë kështu. Gugderja e lagunës së Durrësit ishte në ujin e Dajlanit. E cila derdhe, mund ta imagjinojmë derdhe aty ku sot po zhvillohen projektet e mëdha të portit. Në këtë këndvështrim, popullsia lokale gëzonte të gjithë të mirat e lagunës. Të mirat. Okej, pra jemi ju merrni për bazë çka kanë shkruar kolonët grek. Por jemi
Pra jemi tek themelimi akoma, Jemi sepse akoma para se filloj themelimi. Bravo. Kjo ishte ajo që pra jemi tek popullsia vendase që jeton tek këtu me epidami. Eksakt. E konsideruar nga librat shkollore dhe nga shumë studiues të ndryshëm si popullsia taulante. Popullsi Dallën ndryshe si quheshin taulantët. që jetonin pikërisht pra në raport me lagunën, me buajt e lagunës, deri Me florën dhe faunën e lagunën që e kishte në monedë edhe demin njëkohësisht pra buallit, ishte një karakteristike mirëqenie së peizazhit natyror të Durrësit asaj kohe. Edhe në logon e Dyrahut, pra të po themi të portalit që ne kemi, është monedha e mbretit Monun me demin. E vërtetë. Sepse është monedha e parë e shtypur nga një mbret i lirë, nga Monuni, dhe unë prandaj dhe kam vendosur si simbol dhe si shenjë të monedhës parë të shtypur në këtë qytet. Ndjes për ndërprerje, pra popullsia vendase ishte pra në pjesën jetonte në lagun pa ardhur kolonët, me të mirat e florës dhe faunës lagunës. Nëse ne duam ta kërkojmë këtë popullsi sot, në kërkime arkeologjike, ne e gjejmë në forma ventanimesh talafiti në lagun, dhe duhet të referohemi kartografisë së inxhinierëve italian të Ufficio të mbretërisë, që quhet mbretëria Uzyra e mbretërisë së kartografisë në Firenze, akoma sot ekziston, dhe është harta e Knetës e qytetit të Durrësit në vitin 1926, e prodhuar. Kjo hartë brenda lagunës pasqyron njëkohësisht edhe të ndryshme ishujt që ndodheshin brenda Knetës. Pra, nëse ne duam të piketojmë koordinatat eksakte të këtyre ishujve dhe të shkojmë pikërisht në zonën e tharë sot të Knetës dhe gërmojmë përqarje këtyre ishujve lagunor, me siguri që rreth e përqarje këtyre në këto koordinata mund të gjejmë edhe pilota kunjash, vetesash, palafiti, të cilët kanë jetuar edhe popullsia e asaj kohe. Tashti, avash do të filloj të dokumentohet migracionet kolonizuese të popullsisë helene në të gjithë brigjet e Mesdheut, në detin Egje, në detin Sirakuza, në Italinë e Jugut mësë. Eksakt. Kjo gjë do të fillojë kryesisht në 400-ën dhe në 500-ën para shekullit, para Krishtit. Dhe kolonizimi i parë do të jetë një kolonizim i cili do të vijë nga Korfuzi, dhe popullsia e asaj kohe do të pozicionohet në Kodër. Pra, në rripin kodrinor Të ardhurit vendosen në Kodër. Në Kodër. Vendasit ishin Në fush në pjesën e Kënetës, ish Kënetës. Eksakt. Sot. Mund të imagjinojmë popullsia lokale afër universitetit të sotshëm, të rrethuar nga një lagunë e madhe me kafshë, me bëllëk të ndryshëm Dhe të ardhurit në Kodër. Popullsia e ardhur, më falni, nga Korfuzi jetonte mbi Kodër sipër, sot mbi varrezat e vjetra. Tek varrezat e vjetra. Ky peizazh kodrinor me formën e luginave, pra kodrave që zbesin, që krijojnë ato që quhen valle ose në gjuhë italiane ose valli në anglisht, pra krijojnë brigje të vogla, ujë, shkëmbish, komunikimi, hije, drejtësimi, dha mundësin popullsisë helene asaj kohe nga Korfuzi që të krijojë edhe gjurmët e para të vendanimeve. Tashti vëmë pyetje të mëdha. A ishte popullsia e Korfuzit popullsi helene në kuptimin e mirëfillt të fjalës? Nga dokumentat e asaj kohe kuptojmë që të gjithë bregdeti i jashtëm i periferisë së sotshme të Greqisë kishte dhe adhuronte zotra të ndryshëm. Ndryshe nga popullsia autoktone lokale në Greqinë të Dishullit e sotshëm. Ato adhuronin Artemisën edhe Apollon. Ndryshe nga zotrat helen që ishin shumë të shumtë dhe në konflikt me njëri tjetrin. Shumë zota, kurse këto kishin vetëm 2. Kurse këto kishin vetëm 2 dhe të dy ishin deri diku edhe në bashkëjetesë me njëri tjetrin. Pra nuk kishin një situatë konfliktuale që madhe, armiqësie madhe.
kjo vërtetohet edhe në betejën e Trojës, ku nga një kra popullsia helene që shkon të luftoj Trojën, shkon në emrin e Athinës, dhe popullsia lokale e Trojës që mbrohej nga, ose që kërkonte ndihmën e Apollos. Apollos. Pra, Apollo ishte vllai i Artemisës. Artemis. Qoftë Troja, qoftë Kreta, qoftë Korfuzi sotshëm, pra të gjithë ky periferi, mund ta quajmë në formë uje, në formë hëne, për qark gadishullit të Greqisë ditëve sotshme, adhuronte zotra të ndryshëm. Këto zotra, të figura të ndryshme. Kjo shenjë do të transmetohet edhe në qytetin e Sirakuzës në Siçili, ku do të jetë edhe tempulli i Apollos. Në brigjet e Shqipërisë do të krijohen dy qytete të rëndësishme, koloni të këtyre dy adhurimeve. Apollonia për të adhuruar Apollon dhe Durrësi asaj kohe për të adhuruar Artemisën. Pra kishim dy baza të reja të adhurimit fetar për kulturën e Korfuzit të asaj kohe. Tashti Apollo kishte qendrën e tij në Apolloni. Në Apolloni. Në Durrës Ishte Artemisa ose Artemida. Artemisa, tempulli i Artemisës nuk do të vinë në fillim në qytetin e Durrësit. Tempulli i Artemisës, sepse kolonet e parë që erdhën ishin deri diku edhe rastësor. Ishin të keq organizuar dhe ishin më tepër synim më tepër të mbledhjes produkteve të një jetese deri diku edhe barbare me quhen edhe gjuetar, popullsi gjuetare. Këtë do të pyesja. Nuk ishin bujq, ishin gjatar. Ishin gjatar. Ja, popullsi mund t'i quajmë ndryshe nga popullsia lokale që deri dikush mund të më korrigjojë dhe mund të thotë ishte një çik më matriarkale, pra i jepte rëndësi kurës, përmbytjeve, shtëpisë e gjithë tjerat me radhë. Popullsia e cila do të vijë ishin gjatar. Ishin gjatar dhe ishin një popullsi më patriarkale, pra një popullsi ku kishin grupin e familjes, ku e plakun, ku të gjithë familja bashkohej së bashku, fisi dhe bashkohen krijonin një tribu së bashku. Kjo mund të ishte pra një tribu, një grup interesi, mund ta quajmë kështu më tepër. Një klan, Një klan. Pra kishim familjet klanore në Kodër dhe kishim popullsinë masive poshtë në Knet. Në Knet me me etni dhe origjina të ndryshme. Eksakt. Këto dy kultura të ndryshme do të përplasen. Popullsia e Korfuzit e pozicionuar në Kodrën e Durrësit vazhdimisht dëshironte të futej në brendësinë e territorit shqiptar. Por popullsia poshtë në lagun nuk i lejonte këtë lloj deportimi. Duke i thënë fillim do të bëni tregtime ne dhe pastaj nga ne do të aksesoni territorin tonë. Pra jemi ne pasaporta e brendësisë për në vendësi. Jemi ne porta. Jemi ne hyrje. Kjo gjë nuk i shkonte shumë për shtat, normalisht edhe popullsisë sa po kishte kolonizuar. Por normalisht sepse i bie që ata që do lejonin të bënin kuptohet që do i merrnin një tarif, një taks pra dhe asnjë s'do të paguajë taksa. Edhe sot në botën moderne, jo në botën antike, që nuk i kishte qenë një taksa. Megjithatë, popullsia që jetonte poshtë lagun nuk ishte në situatat më të avantazhueshme. Dhe kuptojmë një popullsi e cunguar në kuptimin e gjithë potencialit të mbijetesës. Të jetosh mes ujit, të jetosh në palafit, të jetosh me përmbytje, të jetosh mushkonjat, po them, insekte. Mendohet që në vitin 450 ose diçka e tillë, në mesin e një vere, ku mbase edhe aromat kanë qenë shumë të forta të tharjes, të ngordhjes së kalpsinave të lagunës gjithë tjetër të radhë, mendohet e dokumentohet që popullsia që ishte poshtë në Knet do të shkojë dhe do të sulmoj popullsinë helene mbi Kodër. Kjo do të dokumentohet edhe si betejë e madhe për herë të parë ndërmjet aristokratëve dhe demokratëve. Pra, do të filloj betejë e madhe, ajo që njihet si betejë e Peloponesit ndërmjet Spartës dhe Atinës. Dhe do të filloj pikërisht nga kjo dinamikë topografike, gjeografike. Të doja të pyesja, pra, bëhet fjalë, lufta e Peloponesit ka filluar nga këtu? Pak a shumë, po them. Është zhvilluar shumë herë më tutje, por jemi tek luftrat e para, tek lufta pas grimcat e para të luftës. Grimcat e para të klasjeve. Jo tek pjesa
Pra nuk kemi dalë tek lufta e dytë që të thrasin Herkulin, që vret Jonin e tjetër është më mbrapa, Është shumë për shumë. Kjo është një histori e cila do të dokumentohet nga Helenet asaj kohe. Do dokumentohet, po flasim për 450-460 para Krishtit. Do dokumentohet dhe ka ca akoma sot nëse ne bëjmë ekspedita arkeologjike. Do ta bëjmë ne edhe në bisedat time bashkë, ne kemi vendosur disa piketa, por si më thënë, po them në thonjza, po bëjmë teorinë sot, sepse praktikën paktën unë me ju i kemi vënë disa piketa tek vila e sotme, pra që nga tempulli i vilës sotme, po themi tek burgu i vjetër dhe ca piketa që nuk është dhe mirë t'i tregojmë, po që do t'i bëjmë. Tani jemi ke pjesa teorike që tash ta nisim nga themelimi, nga kjo luftë ose nga ky grupim njerëzish poshtë dhe lart, që edhe prandaj dua shumë të intervistë me ju, sepse më shkoni dhe mu për shtatë se unë asnjëherë s'e kam pranuar që tash nuk pretendoj që jam historian, po s'kemi lexuar që jeta këtu në këtë qytet ka filluar me ardhen e kolonëve. Këtu ka pasur njerëz. Ishin pra barbarët që i quhen ata me epidamnin, taulantësit, dallandyshesit. Po, dhe filloi lufta akoma sot, nëse ne bëjmë gërmime të ndryshme arkeologjike dhe janë bërë vazhdimisht, gjenden pllaka memoriale. Një ndër këto pllaka shkruan në këtë pikë ka rënë një kalorës Helen i Korfuzit, i vrarë në pabesi nga popullsia lokale. I vrarë në pabesi sepse ishte një moment që këta sulmuan pa shpallur luftën, ishte një moment i përplasjeve dhe i të nismave të para ideologjike të qeverisë së. Në momentin e pra kjo lloj kolonie, kjo lloj tribu e parë që do të vinë në qytetin e Durrësit, do të gjejë pra humbjen përfundimtare. U mundën të ardhurit, u mundën kolonë. Por, shumë shpejt, Korfuzi do të nisë një ekspeditë të dytë. Të kolonizimit. Po themi edhe për të marrë hak, po edhe për ndoshta edhe ka pëlqyer dhe vendi ato që ju i përmendët në fillim me të mirat që ky gjia fronte dhe ato s'kishin si Helenin më këtë. U mundën herën e parë, po këtë herë kur do të vi popullsia helene e Korfuzit, do të vi me synime shumë herë më të organizuara qeverisëse dhe shumë herë më të organizuara ushtarakisht. Për ky do të jetë pikërisht momenti kur do të sillet edhe adhurimi i Artemisës në qytetin e Durrësit, tempulli i Artemisës. Sepse më përpara popullsia e parë e ardhur nuk e kishte mbartur këtë lloj modeli qeverisës. Pra ishte thjesht një dëshirë për ekspansion i një grupi njerëzish, por jo një dëshirë për kolonializim në kuptimin e mirëfillt të fjalës. Një qytetërim tamam. Një qytetërim. Të gjitha majat e kodrave të 7 kilometrave linear të kodrës së Durrësit, të gjitha majat janë një potencial i gërmimit arkeologjik. Potenciali më i madh është pikërisht potenciali i kodrës së vilës së Zogut. Nëse ne shohim gjeografinë dhe topografinë e qytetit të Durrësit, kuptojmë që vila e Zogut kthehet nga brenda territorit në një formë të lugët të madhe, ku nga një krah është ngjitja që fillon nga amfiteatri i sotshëm, që nuk ka qenë atë kohë, dhe nga krahu tjetër ngjitja tjetër fillon pikërisht këtu ku jemi pra nga zona e Çesmës dhe tutje. Pra tempulli u bë ku është sot vila e Zogut. Është pra një kuror kapuç i madh, i cili futet brenda në kodër dhe sheh ulësirën e fushës përposhtë. Ky kapuç në formën e kodrës që mbulon nga deti dhe sheh brendësinë e territorit, do të jetë edhe piknisja e parë që më vonë do të ndërtohet edhe qyteti romak, por shumë shekuj më vonë. Në ditët e sotshme, nëse ne duam të kuptojmë këtë lloj morfologjie, duhet të kuptojmë pikërisht që këto dy zgjatime që krijojnë te kodër, të dyja zgjatimet kanë lidhje me sanktuar të ndryshëm. Sanktuar të Dianës, të Artemisës dhe kështu me radhë, të cilët janë ndërtuar edhe gjatë periudhave të tjera më të ndryshme edhe gjatë periudhës romake. Gërmimet e fundit në shkollën Gjergj Kastrioti Durrës nxorën ndërtesa ku qytetarët e asaj kohe përgatiteshin për ritualin. Pra, ishin banesa, punishtje, ku prodhoheshin produkte të ndryshme
të adhurimit të tempullit të Artemisës. Pra mund të kuptojmë pelegrin. Njerëz që shkoshin drejt Një vend pelegrinazhi. pelegrinazhi që ngjisnin Kodrën dhe gjatë Kodrës gjenin produkte, dyqane të ndryshme të cilët kishin prodhuar O&D të ndryshme. Që i shërbenin ti kulti, po themi ti riti. I shërbenin riti dhe adhurimit të Artemisës. Çfarë do thonë adhurimi i Artemisës? Adhurimi i Artemisës ne mund të gjejmë statujat të Artemisës plot. Vetëm në qytetin e Durrësit, sipas të ndjerit profesor Tartari, janë gjetur mbi 8 ton në sanktuarin, jo në tempullin, në sanktuarin e Artemisës. Janë gjetur 8 ton statuja të vogla të Artemisës. Çfarë ishin këto statuja? Një statuj ishte sa një plam dore, e vogël, Po themi pak a shumë sa një styrolaps, përgatitej vetë me dorën e qytetarëve, merrej arigidi, formohej forma, bëhej forma e kokës, deri diku edhe me ngjashmëritë e njeriut, i jepej forma e flokëve, e kurorë ose gjithë tjetër radhë dhe në bustin e statujës, përbrenda hapej dhe bëhej një vrim dhe shpohej deri në malin e kokës statuja. Kjo që bëhej në mënyrë që brenda trupit statujës të ndiqeshin bimë aromatika dhe të dilnin tymin sipër mbi kokën e statujës. Të gjithë statujat e Artemisës që ne shohim në muzet e Shqipërisë, qoftë në Krujë apo Muzeun Arkeologjik të Durrësit, të gjithë kanë këtë të çarë në brendësinë e tyre të trupit. Të lloj skeme, po quajmë, të lloj të statujeve, janë dhura njësoj, të lloj produkti me që ta nxjerrë avullin sipër. Dhe fakti që ndodheshin shumë, do thotë që shumë rituale bëheshin në mënyrë individuale. E dokumentuar në atë kohë, rituali nuk kuptonte që shumë gra, kryesisht gra, merrnin atë bimën e djegur, e kalonin në trupin e tyre të përfumuara, dhe mbasi mbaronte rituali, ata e thyenin, e hillnin poshtë në një grop të madhe statujën, ku janë gjetur 8 ton statuja të thyera, të hedhura, të djegura, dhe lëvizin në qytet të përfumosura. I tillë ishte riti me këtë, do hidhej aty dhe vetëm merre aroma, Ky ishte edhe një status politik, shoqëror, i shumë grave që pasqyronin edhe deri diku një shoqëri matriarkaliste të asaj kohe. Qëse ne shkojmë Më sot, fal, ta ndalem pak këtu profesor. Pra, këtë nuk e bënte i gjithë qyteti, e bënin to vetëm po themi statusi shoqëror i mesëm ose i lartë, apo e bënin të gjithë? më dyshet e mia thonë që kush ishte më i pasur, kishte më shumë mundësi, normalisht. Pikërisht sepse aromat e tjetër mund tregonin dhe stresin shoqëror, Një stres shoqëror, eksakt. Si më po themi nga dënësia e aromës ose nga sa më larg dëgjohej, aq më i pasur, më mendje duhet ishte. Një më pak i pasur, po themi një varfër, do kishte më pak aromë, sepse do kishte investuar më pak në ato, në djegjet e statujeve, do merrte edhe më pak avull me aromë. Eksakt. Pra, Artemisa ishte jo vetëm një sistem besimi, po edhe një sistem qeverisje dhe ndarjes në klasa deri diku. Këtë duhet nxjerrë, prandaj ju pyeta. Tashti, ekziston një histori shumë e bukur e Artemisës. Artemisa ishte njëkohësisht edhe mbretëresha e gjuetisë dhe botës së egër. Dhe bota e egër pasqyrohej me kodrën e currilave dhe të kallmit, ku kishte mendoj që kishte kafsh, dhita egra dhe të ndryshme. Tashti, në një moment tregohet që dikur një ari i vogël dëzbërisi në qytet, nga kodra dëzbërisi në qytet. Fëmijët e qytetit do t'i vendosin litar edhe tel rreth e përgjarë këfytit, edhe do të fillojnë të tallen me ariun, duke e tërhequr, duke kaluar nga një rrugicë në rrugicën tjetër. Historia thotë që Artemisa u shpagunda kësaj gjëje, duke i marrë të gjithë këto fëmijë dhe duke i marrë në tempullin e saj. Banorët dinin si diçka të huaj, si diçka armiqësore, po historia thotë që Artemisa zgjodhi një grup meshkujsh dhe femrash. 6 meshkuj dhe 6 femra. Ka disa dokumente të profesorit Ndjer Mojkomzequ ku edhe emrat e këtyre personave janë identifikuar, deri diku ishin emra Taulant, Ilir. Dhe Artemisa do të kryej atë që quhet
Këshilli bashkiak për herë të parë i qytetit. Këto nuk ishin më fëmijë të prindërve të tyre, por ishin fëmijë të tempullit, të cilët Artemisa i kishte marrë që të vegjël, dhe në moshë madhore këto filluan të japin rëndësinë politike qeverisë së qytetit, por jo nga interesat e tyre klanore, familjare, por nga interesat si fëmijë jetim të një interesi shumë herë më të madh për vetë qytetin. Interesi përbashkët. Pra duhet kuptojmë që qytetin atë kohë qeverisi pak a shumë nga një grup meshkujsh dhe femrash, nga fëmijë jetim, deri diku parimet aristoteliane të qytetit polis, të Spartës, bashkangjitjen me këto principe, dhe kuptojmë tentativat helene të Korfuzit të asaj kohe për të quar një model qeverisës të tyre në territoret e Durrësit. Në qytetin e Durrësit është gjetur edhe një tempull tjetër, që mendohet që mund të ketë qenë edhe përfaqësia e Këshillit Bashkiak dhe tempullit të Artemisës. Nëse ne shkojmë në Bëhet fjalë gjithmonë jemi tek themelimi, pra janë vitet e para mbas ardhjes së dytë të kolonëve, po themi. Eksakt. Nëse ne shkojmë tek Muzeu Arkeologjik i Durrësit, në hyrje të muzeut, në bord gjejmë disa bloqe të mëdha, gurësh, gërqëror, të mëdhej, në formë bloqesh urbane dhe kanë 3 kolona shumë të imta dhe të vogla. Këto, nëse ne do të shkojmë të gjejmë në fotografi të Vangjel Toçit në zonën e Volgës, ku ai dëshironte që këto të ishin të ekspozuara në zonën e Volgës, më vonë përfunduan brenda oborit të Muzeut Arkeologjik, dhe nëse ne do shkojmë të shohim fotografi se ku janë gjetur, ato janë pikërisht afër universitetit në zonën e Knetës sot. Nëse ne do të shohim fotografi të tempullit të Apollos në Sirakuzë në Siçili, do të kuptojmë që tempulli i Apollos ishte identik, ashtu si edhe kolonat, edhe këto bloqet e gurit që gjendeshin në Knet. Këtu do të thonë, me këtë kuptim, duhet të kuptojmë që mbase popullsia lokale taulante, jo vetëm që ishte bashkuar politikisht në aspektin fetar me popullsinë helene mbi kodër, por kishte filluar që të zbriste në fushën e vet, në territorin e vet, edhe këtë tempull të Apollos për të pasur një miniaturë të qeverisjes lokale, të një këshilli, u ta quajmë kështu, lokal afër tempullit dhe një njësi, u ta quajmë kështu deri diku bashkiake, në pjesën e poshtme të qytetit. Avash, në shekullin e dytë, para Krishtit, do të dokumentohen mbi kodër, gjithmonë nga grupet patriarkale familjare, do të dokumentohen partitë e para pro-romake. Do i quajmë parti. Është bërë lufta e Peloponezit. Është shumë herë. Më vonë ka lufta e Peloponezit i daton të periudhave është bërë para Krishtit. Po, është bërë pjesa është ajo që unë do përmenda, lufta ku vritet Ioni, nipi i Epidamnit. Kjo duhet i datoj në momentin kur qyteti kaloi në periudhën e sundimit romak. Tani jemi pra te kjo pjesë, sepse pretendohet që Dyrahu ishte djali i Melisës dhe i perëndisë së detit, po themi, i Redonit. Redon është perëndi i lire, nuk është është emri Redon, kurse Helenët e kanë Poseidon. Pra, dhe kjo është dhe në këtë kohë u bë dhe lufta ku mori pjesë dhe Herakliu ose Herkuli, që i themi ne në të shqipëruar, që erdhi në mbështetje të Dyrrahut, që gjysmë vëllezërit dhe gjysmë motrët nuk e donin, është jam misak deri këtu profesor. Dhe nuk e donin dhe u zhvillua lufta e madhe ku Herkuli ishte në krah të Dyrrahut, por pa dashje vrau Ionin, djalin e Dyrrahut. Deri këtu shkon, po themi, dinastia Epidam, Melisa, Dyrrah, Ion. Pastaj jemi tek pjesa që thoni ju, profesor. Tashti, do të kuptojmë diçka. Që historianët e asaj kohe, pra filluan jemi tek ku filluan të formozoheshin partitë, të kristalizoheshin grupimet pro dhe kundër Romës. Do të them diçka që historianët e asaj kohe ishin deri diku ishin në aspektin e propagandës. Pra,
historia nuk tregohet në aspektin e siç e njohim ne sot të shoqërisë urbane, të ndryshimeve fetare, qeverisëse, politike. Do ku tregohet historia, tregohet në vetën e parë të një lideri. Dhe ky lider përfaqësonte jo vetëm embrin e tij, por përfaqësonte edhe mishurimin e kulturës e gjithë tjera të radhë. Tashti, kthehemi në këtë lloj përplasjesh kulturore të mëdha. Historia thotë që Artemisa kishte tempullin e saj më të madh në Korfuz. Tempulli i Artemisës kishte çuna, pra meshkuj dhe vajza. Historia thotë që 3 vajza, shumë të bukura, me flok kaqurela, ashtu si popullsia e lagunës, e knetës, deri ku me lukujnë qikterët të trash nga mushkonja. Një nga këto 3 motra, historia thotë që do të përdhunohet nga Poseidoni, mitologjia, historia, më falni. Dhe Minerva, që ishte edhe gruaja e Poseidonit nga këndvështrimi romak, këtë vajzë të përdhunuar do e transformoj në meduzë. Në momentin që kjo u transformu në meduzë, kjo u kthye në një gjë të padëshuruar për gjithë mesdheu. Dhe këtë pikë Minerva u pendua akoma dhe më shumë për atë çfarë bëri. Për këtë arsye, ajo thërriti Athenën nga bregu tjetër, në mënyrë që të shkojë dhe të vrasi të gjorën meduzë. Pra, në fillim të gjorën vajzë shërbëtore e përdhunuar, më pas e transformuar, është përfluturuar, ngritën një mit të keq dhe nga kjo tjetër shkuan dhe e vranë. Pra Athina i dhan bujorin dhe shpatën Perseu dhe Perseu shkuan e vranë. Tashti, në mesin e kësaj mitologjie, çfarë kupton? Kupton nga një idea që një botë romake me figurën e Minervës dhe me botën patriarkale të Poseidonit po linte, dhe nga kjo tjetër shihte si motrën e saj, Athenën, edhe ajo bashkëshorte e Poseidonit, në aspektin e detit që i bashkonte, dhe këto 2 gratë të cilat dëshirojnë të shtypin, zëshkanën në mes, zëshkanën atë më uniken dhe më të veçantë në mesdheut. Tashti është ajo që thot Plutarku, pra kjo është, po themi, tipikja e Plutarkut që thot jetët paralele. Pra këto ishin jetët paralele. Athinaja, Minerva. Minerva, eksakt. Tashti, në këto përplasje të mëdha, normalisht që ne këtu kuptojmë figura njerëzish, kuptojmë figura meduza gjë. Po mbas tyre Shihen popuj, mesazhe, edhe shumë gjëra tjera që po themi i mbulonin me atë vellën e mitologjisë, të legjendës, por mbrapa ka fabula dhe motive dhe subjekte të tjera. E njëjta gjë është edhe historia e themelimit të Durrësit. Pra është një histori ku deri diku nuk ka një kohë, deri diku merren të gjitha këto kultura së bashku dhe përplasen për të dhënë një formë uniforme të re. Ndryshimet e mëdha të Durrësit deri diku datojnë nga orëndit, nga produktet që fillojnë nga 700 para Krishtit, që janë gjetur në kepin e Talit. Shumica këtyre produkteve vijnë nga Bregdeti, nga jashtë territorit. Dhe themi që ne kemi një qytetin tonë daton 3000 vite përpara Krishtit, daton pikërisht nga objektet e gjetura dhe jo nga mitologjia. Dhe jo 2700 vjet që nxjerrin përpasht. Unë ju falenderoj, nuk është që emisionin do mbyll këtu, po ju falenderoj që e tregoni ashtu siç është. Thash unë nuk pretendoj që jam historian. Thjesht kam lexuar disa gjëra. Tashti, po më intereson mendimi juaj. Avash ndodh diçka. Popullsia patriarkale mbi kodër fillon edhe i shkel syrin deri diku me simpati popullsisë romake. Të qytetit, që kishte filluar të rrinte në qytet. Po. Qyteti Durrësit në atë kohë ishte një qytet helen lokal me popullsinë paulante. I përzier, fillon dhe të shohni me simpati pushtimet që po bëheshin në Rom. Atëherë në këtu bëhet fjalë para Paul Emilius, para Paul Emilit, pra pushtuesit parë Po fillon në 200 para Krishtit. Pra nuk është shumë më përpara, Paul Emilius në latinisht është shumë më mbrapa. Këta kishin ardhur jo si pushtues, apo ishin thjesht parti
pro-romake, por që në fakt në gen ishin, po themi, heleno-taulantas. Ishin simpati politike. Simpati politike. Jo kolon romak të ardhur. Jo kolon romak. Ishin simpati, Sepse kujtojmë që Roma në atë kohë lindi si grupime familjare. Familja Julia, familja Bruti, familja tjera, e gjithë tjetë me radhë. Pra, ishin familje deri diku që përfaqësonin klane që ishin pasuru mbi luftrat. Dhe këtë gjëje dëshironin edhe shumë familjet e tjera patriarkale që jetoshin në kodrën e Durrësit në mënyrë që ta arrinin të imitonin dhe ato. Pra, pikërisht ishte një simpati dhe një koncept politik. Pra, një grup familje, bashkohet për një grup familje, krijojnë një regjiment, krijojnë një koncept shteti, krijojnë një koncept dhe kështu me radhë. Pra, lindi bot kuptime politike, gjithmonë në mëdhaja që mund të quajmë deri diku republikane të romakës së së kohë. Tash unë pse po e sjell këtë lloj çështje tek arsyetimi juaj për mitologjinë? Sepse mitologjia e Durrësit është gjithmonë një mitologji që valvitet ndërmjet një koncepti dytëzues. Si dy rahu, si dallandyshe, si dy brigje, si dy... Pse është kjo lloj gjëja? Kjo lloj gjëje u përforcua gjithmonë edhe më shumë nga romakët. Sepse relievi i qytetit të Durrësit kishte dy vendbanime. Kishte vendbanimin mbi kodër dhe vendbanimin po themi në fushë në lagunë. Eksakt. Pra, ishte diçka unike me këtë këndvështrim. Akoma po themi nuk kishin asimiluar njëri tjetrin, grupimet, nuk kishin asimiluar përfundimisht. Kishte marrëdhënie, por jo asimilim të plot të kulturave të dy kulturave, eksakt. Pra, mitologjia e dytëzimit ishte një mitologji që vazhdimisht në shekuj, në vite, riprodhohej me figura të ndryshme, qeveritarësh, drejtuesish, popullsish dhe kështu me radhë. Figurohej ndërmjet ushqimit, figurohej ndërmjet kallirit të bimës, nëpërmjet formave të ndryshme dhe kështu me radhë. Tashti, të gjithë këtë dytëzim të madh të këtyre dy shoqërive do e sheshoj dhe do mbylli si histori kolonizimi romak. Pra që do të vi shumë më vonë. Shumë më vonë, po. Por për një farë periudhë të gjatë, ky lloj dytëzimi do të jetë dytëzim i shtrirë në kohë. Pa ardhur po themi kështu me themel kolonizimin romak. Po ne jemi akoma te kjo pjesë. Pra, dhe unë mendoj se të paktën kishit gjë për këtë periudhë, nuk po themi për antikitetin, pra sepse dua edhe siç e thash në fillim, dua ta ndaj me pjesë me ju, sepse flasim për këtë qytet. Dhe të flasim njerëz si ju, me titull shkencor, për qefin, pra që e njihni shumë mirë këtë, është kënaqësi për mua dhe për ata që dëshirojnë të dëgjojnë. Dhe unë mendoj që pjesa e antikitetit të qytetit ta mbyllim këtu. Në një emision tjetër, pastaj të flasim për periudhën e Romës, që është një periudhë goxha më e studiuar, po themi, dhe ka më shumë shkrime, dhe aq më shumë që kemi dhe pjesën tjetër që në periudhën e Romës lulëzon porti. Pra kemi gjëra të tjera, pra dhe ajo meriton një emision më vete, periudha romake. Profesor, unë të falenderoj, jam unë i nderuar që ishit pa përsëris, ju falenderoj për pjesëmarrjen dhe për dhënat historike që na përsollën. I falenderoj kësaj. Të nderuar shikues, ishim me profesor doktor Artan Kacani dhe folëm për themelimin e qytetit ku të paktën unë dhe profesori jetojmë, kanë jetuar dhe të para tanë, dhe të paktën e ndjejmë një detyrim moral që para se të flasim për shumë gjëra të tjera, do të flasim për, po themi, të kaluarën e këtij qyteti kaq lashtë, kaq bukur dhe me histori kaq të madhe. Në fundit duhet të dimë, është thot një shprehje huaj, duhet të dimë se nga vim, që të dimë se ku do të shkojmë. Ju falenderoj dhe mirupafshim. Thank you.